me emra po i them prap. Nëse nuk përballen me drejtësi Rama, Berisha, Meta, dhe kjo është qesharake që Meta guxon dhe çdo njeri ka drejt një fjalës. Po me atë që është bërë në Shqipëri qesharake të dalësh e të mohosh. Ai më tepër të tallesh me këtë vend, ai më tepër qesharake që po na bëhet mod, po na ngelin shtatzan tani gjitha këto femra trimëresha që ishin deri tani duke bërë zullum në Shqipëri, sa propozoi që të shpëtonin të tjerë të na ngelin edhe burrat shtatzan, duke filluar nga Velia, Meta, çfarë janë prapa atyre. Nuk mund të tallen me njerëzit kështu. Ne e dim çfarë kanë bërë dhe dim shumë mirë çfarë kanë bërë. Është detyrë organit akuzës të bëjë hetimet sakta dhe unë që kam kallëzuar Metën, jam tepër i habitur që bashkë me të nuk janë antar të bordit të erës, që kanë miratuar vendim të dëmshëm 30-35 milionë euro në vit për arkën e shtetit shqiptar. Nuk është Berisha bashkë me të si kryeministër që ka lejuar erën bëj këtë zullum, edhe ministrin e tij Meta. Nuk është Ismailej, dhe pastaj pretendojmë të zbulim korrupsionin.